bashkë në shkencë, diaspora akademike, potencial i madh për zhvillimin e shkencës në Kosovë. Universiteti i Prishtinës ka mbajtur edicionin e tij të dytë të forumit bashkë në shkencë, i cili bashkoi studiues nga diaspora me personelin akademik të universitetit me synim forcimin e bashkëpunimit në fushën e kërkimit shkencor, zhvillimit institucional, raportoi Kosova Press. Rektori i Universitetit Prishtinës, Arben Ajrullahu, tha se universiteti ka krijuar bazën regulative për avancimin e profesioneve nga diaspora, duke bërë të ditur se deri tani ka 9 profesorë të asociuar. Universiteti i Prishtinës është shtëpia juaj, ju nuk jeni mysafir këtu, por pjesë e Universitetit Prishtinës, deklaroi Hajrullahu. Ai theksoi se diaspora akademike përbën potencial të jashtëzakonshëm për Kosovën, i cili duhet shfrytëzohet përmes lidhjes të studiuesve. Me renome botërore me Universitetin e Prishtinës, përfaqësuesi i Ministrisë Punëve të Jashtme të Diasporës Eliz Badallo e cilësoi diasporën si një asetet më të çmuara të Kosovës. Në kuadër të forumit u prezantuan dhe gjethet e koncept dokumenti për krijimin e njësisë për angazhim të diasporës akademike, e cila parashikon 3 faza. Faza e parë, ndërtim institucional, krijimi i partneriteteve strategjike, faza e dytë, pilotim dhe angazhim i diasporës.